Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. I want to speak first directly to the American people. We don't want this. Donald, in the over 8 years you and I have worked together, we've done big things. We signed a historic deal that has created record jobs and growth in both of our countries. We've done big things together on the world stage, as Canada and the US have done together for decades, for generations. And now we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. Kështu foli guvernatori I Kanadas si mbas Donald Trump. Kisavi, të duk pak I tristuar mua më dhëmës kur e mëntova. I shqetësuar, po, ka 2 muaj që ka dhënë dorëheqjen dhe nuk duket se janë zgjedhjet afër dhe do I humbasi. Por Donald Trump është duke përdorur mjete ekonomike për të arritur qëllime politike. Dhe në këtë rast përdor tarifat për të arritur qëllimet që lidhen me kufirin më shumë dhe me trafikun e drogës. Problemi është që unë nuk mendoj që Kanada dhe Meksika janë në një thuaç thes me problemet që kanë. Meksika ka probleme shumë të mëdha që kalojnë sigurisht në Shtetet Bashkuara, ndërkohë që këto probleme në ana tjetër e kufirit në veri në Kanada nuk janë të tilla që të ketë thuaç këtë lloj gjuhe nga ana e Donald Trump. Dhe kjo është, le të themi, kam përshtypjen dhe thelbi I saj shqetësimit Trudeaus në këtë rast, sepse nuk e kemi parë këtë lloj interviste ose këto fjalësh nga ana e Meksikës. Meksika e di problemet të ulur për të diskutuar, ndërsa problemet që vijnë nga kufiri verior nuk janë të tilla si nga Meksika. Dhe prandaj nuk ka shumë kuptim të bësh të njëjtën luftë si me Meksikën si me Kanadan, kjo është duke bërë Donald Trump në këtë rast.